ishte pak para prishjes Jugosllavisë, kemi këndu në ploshtat në Gosnivar, këto netët e majtë në atë kohë, komunistëve. Edhe unë dhe ato shokët e mi kishim e vendosur atë natë ta këndojmë Shkoj Vjera Re të Zeza. Mirë po, në atë kohë ishte rizik edhe të ta ndëgjojsh edhe nesër kishe polici para dere. Ne vendosëm, arsimtari i muzikës, më ka dhënë muzikë Babaj Armendit, bateristit tim, e kom pas arsimtar të muzikës, a i na diktoj. A i na diktoj, tha e tha më boni, tha dë një budala lëk, tha se dëmboni problem. Jo, më arsimtar as një herë. Edhe shash ne i knum ato dy kongët që ka kishim plan, kongë dashnis, këtë qa. Edhe unë e shof arsimtarin poshtë mikset e zërimit të sende. Edhe na shef, unë që thash prita saj dhe më thote të në ndale atë, di, që më se këndojmë se i bëshë probleme dhe veti, po edhe ati, aja anti i pari. Vesh ma ka dhënë shenjë për adje, vesh e lëshojat. Kështu më tha. Edhe mund ta paramendosh në atë kohë. Çfarë akti guxim shumë, apo jo? Po. Pasojat cilat ishin? Fati jo se fillim ndryshën sende këtu edhe nuk asi, se ka pas kolegë që ka Ju e lajmëruat prishjen e Jugosllavisë, i pat ato Re të Zeza që vi. Duket se jo ishte që hiqeshin në fakt. Në atë fakt. kohë ishte sa kish dalë konga dhe ishte me vërtet më shefta si ndëgjojshin njerëzit në për video kaseta, kujtohet se Kerim Sulja i Shqipërisë e ka kënduar i pari, edhe ishte shumë rrezik, normal. Këtu të ne, se ndoshta në Kosovë në atë kohë ka qenë ma kollaj, këtu të ne ishte probleme dhe këngën e Shkurtefezës ta ndëgjojsh.